Po flasim për sulmet iraniane në Shqipëri. Pra ambasadat amerikane kanë nxjerrë një njoftim që Shqipëria mund të ketë një sulm të mundshëm afër bazave ose në bazat ku strehohen iranianët. Mundet. Ju keni frikë? Jo, s'kam. Unë s'kam frikë fare, du t'ja di fare. Çdo gjë mund të ndodhi, po. Nëse ndodh një sulm në Shqipëri, Shqipëria me çfarë do mbrohet? Shqipëria me kallashe? Ka qenë Shqipëria, unë kam qenë atëherë në ushtria jonë ka qenë. Po nuk du me folë sepse unë kam gjithë sekreta që nuk ja tregoj edhe vllajt tim që kemi qenë me i vend punë. Nuk më nevojtojnë sekrete, thjesht një tërësi për shembull, unë si i ri për shembull, nëse ndodh një luftë, ti ç'a sugjerimesh mund të më japësh mua, si mund të mbrohemi? S'ka si lloj mbrojtje këtu, këto ishin bazuke NATO. NATO i vuni pikë pyetje djej. E në ana tjetër, ne i mbështetëm Amerikën që Irani është shtet terrorist. E ma, unë nxiton për i herë këta për. Për mendimin tim. Si ka muzikë këta gjithmonë nxiton, mirë. Jo, Gardën patjetër që është terroriste. Mund ta shoh, por ç'pun kemi gjithë shtetin. Dhe të mrejna populli. Ai popull është të vujt, për mendimin tim. Me ato gjakderdhje që është bëu atje. Çmimi i naftës vetëm rritet, taksat rriten. Nuk du me fol gjatë, po është faj këtyre. E ati gjatë që me i firmë kanë ikë $700,000 me i pronë. Me i firmë të ati kur që kryetar bashkie. Nuk kam qa flasme. Ti e kuptoj, është hasëm detyrimisht për mu edhe vepron ndryshe. Vepron komplet kundra ligjit. Ne si qytetar, çfarë duhet bëjmë që Qa do bosh, s'ke qa të bosh fare, as ti, as unë, as kërkush. Ne jemi të pambrojtë, se s'na mërë shteti. Pra ju po thoni me këtë panoramë që na dha, ju po thoni që momentalisht Shqipëria është e zhveshur nga një sulm i mundshëm nëse ndodh, për sa i përket bazë ushtarake, armëve që mund të ketë, prodhimi që mund të ketë. S'ka, ajo është e varme nga NATO. Po NATO vun pikë pyetje dje nga trapi. Po tani. Jo, është keq fare. Po të llogarisë është kështu. Është keq. Ti vetëm si do mbrohesh nëse ndodh një luftë? Nëse ekzistojnë ato lloj raketash të Iranit, ai ta drejtohet këtu. Nëse ekzistojnë. Se po do edhe unë, duke qenë se kam folur. I bëjnë çik reklam shumë. Duke qenë se ti më the që kam qenë pjesë e forcave të armatosur, ti e njeh më mirë mënyrën e raketave, prodhimit të armëve etj. Baza ushtarake që ka Irani, ne mund na pushtoj? Na pushtoj. Na mund na godas. Po ai do merret vesh e punë, do vi nga deti, ç'a do vi? Ku do ruhemi ne? Do ikim ndaj. Do flim ju. Ne do vëmë ne dhe hamë ç'a do kemë hungri ç'a buk. Amon pa zotit. Prona na asnjë s'po flet. Si ka mundsi këta nuk flasin me prona? Kam letrën për 250 milion. Kompensim ishte 500, e hoqën me fjalë goje. E lanë 250. Shkoj atje, s'ka lek shtetit. A ka ku shkoj kjo? Është po shkolla e mënyrës teme, e ke idenë ku është poshtë Ministrisë Arsimit, rruga Bogdanëve. Një pjesë, jo vetëm trulli im, kupto? Ishte edhe ti, edhe i tjetër, ishin një 3 familje. Ishte drejtoresha e Kombinatit Tekstilit atëherë, Kotemberit, familja ime, edhe çunat e xhajës tim, kupto? Komplet familja juaj fare fizik. Është ndërtu shkolla, shumë mirë që është ndërtu. Në tokën tuaj. Është shkollë, po. Po aty janë shem 2 vila, kupto mes Tirane. Pra me kthimin dhe kompensimin e pronave ti s'ke përfituar asnjë gjë. E caktuan 500 milion, e bon për gjys, tash i thon pritje s'ka lek shteti. E kupto është. Po si ka mundësi që shteti për ty që të takon prona jote, leku jot, nuk ka lek ta kompensojë, ndërkohë që ka lek për tendera. As për spitale, nuk për tendera ka lek, si ka mundësi? Si ka mundësi, po çka ashtu e ka krijuar atë vjedhje, vetëm vjedhje. Ore ti pse s'vjedh? Po nuk më e përgjigjet, s'ka lek shteti, kjo është vesh durr në kokë, po çfarë të bëjmë shtetit? Kam fuqi unë, s'kam. Po ti si bën shteti, vith edhe ti. Vith edhe ti. Se bëj dot. Ti përfiton shtetit? Jo. Njeriu i drejtë. Unë nuk e bëj dot, sepse jam Tiranë, jam me tradita tjera. Të martën, do iki herë kot, shkoj. Ti se më keni dhonë këtë letër, ka 7 vjetë, me këtë çmim. Ajtë po pranojmë ne këtë çmim. Qa bëhet? Asë lloj ligji, nuk flet njeri. Pronarët zdo me i ba njeri me sy, aq më keq ky. Nërsa me ndërtimin e pallatit, se e ka dhash për pallat edhe, akoma s'ko marru punë, sepse është vllai i ka qenë këshilltar, i ndërtuesit ka këshilltar me Ramën. Pra ne po them janë të lidhëm në pleks, aq keq, sa s'ka ku shkojnë, s'kam fuqi. Unë as ti, edhe ti t'jesh nuk ke fuqi. S'ke qa të bësh.
edhe nuk flasin fare, nuk njen fare. Edhe delem thot mua ai, ka që kapitoj Europa, ka që kapitoj që po si zbatove, futi sa dusha të mushe, po s'ka gjomrena. Nuk kam absolutisht besim fare. Shtetet mjera.